24 tutje janë përfitime minimale në raport me qëllimin fundor të gjithë operacionit special. Edhe mund ndoshta krahasosh me Irakun, janë dy vende, Rusia me Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kapacitet tjetër ushtarak edhe organizativ. Pa krahasëm. Jo vetëm aq, po as Ukraina. Jo, po edhe është edhe pjesa tjetër që as Ukraina nuk krahasohet dot me Irakun. Për shembull, nëse do bësh analogji, Shtetet Bashkuara të Amerikës refuzuan që në vitin 99 opsionin e një ndërhyrje ushtarake toksore në Serbi. Me refuzuan praktikisht dhe lufta ishte vetëm një luftë konflikt i natyrës errore për shkak komplikacioneve të ndryshme, organizimit e shumë variabile, të cilat Iraku nuk i kishte. Po, ajo që po shoh unë paktën është kjo që Putini ka ngelur në një impas, pra ka ngelur i bllokuar në një situatë të cilës ai vetë kërkon t'i japi një lloj zhbllokimi. Sepse ka diçka, një regjim autoritar si ai i Putinit ka nevojë për fitore ushtarake në mënyrë që ka nevojë për fitore, le të themi, cilat japin mundësinë që të ruajë legitimitetin e vijimsinë e regjimit dhe këto ose Putini e mbështet suksesin e tij politik dhe vijimsinë e tij politike në Rusi në ngjarje që kanë të bëjnë me operacionet natyrës ushtarake, Çeçenia në vitet 2000, Gjeorgjia, më pas po të futemi më vonë në harkun e 10 vjetëve apo 6-7 vjetëve aneksimi i Krimes dhe qershiza mbitor që do t'i ofronte një lloj imagjinate rusëve për një lloj rindërtimi perandorak të Rusisë ishte në shtrimi i Ukrainës. Dhe ai që ishte objektivi më i madh, dhe nuk do të ketë objektiv tjetër Putini përtej Ukrainës. Nuk ka objektiv tjetër ushtarak përtej Ukrainës. Mund të ketë objektiva edhe vendet baltike. Si ti lexojmë këto paralajmërimet që bëhen më? Po paralajmërimet për luftë janë përgatitjet për luftë. Paralajmërimet për luftë janë opsione të tipit fundor, pra një konflikt i natyrës bërthamore, se nuk ka arsye dhe mundësi tjetër me këtë luftoj. Me cilin nga këto vende. Komandanti i flotës ajrore britanike. E vetmi opsion që mund të ketë Rusia në të gjithë këtë situatë është kjo. Unë jam dakord me atë që thotë që Ukraina ka mbrapa një Europë të tërë. Ajo që kërkon Putini është thyrja. Deri para Trumpit kishte edhe Shtetet e Bashkuara. Një sekond. Për Rusinë, Bashkimi Evropian si entitet është profilizuar si një entitet i rrezikshëm. Mos harrojmë që debati për Ukrainën ka filluar me kërkesën Bashkimi Evropian është entiteti i rrezikshëm. Entiteti i rrezikshëm jo në kuptimin ushtarak, po në kuptimin e kapacitetit integrativ që ofron nëpërmjet projektit Bashkimit Evropian për vendet të cilat njerëz që mund dalin nga Suaza ose mund të jenë të mundshëm për t'u influencuar, mund të dalin nga Suaza e Rusisë. Dhe kështu që lehtësia operacionale që mund të ketë për influencë Rusia në rajon të kurret. Pra sa më shumë avancon projekti i Bashkimit Evropian, që është projekt paqësor, aq më shumë të kurret mundësia operacionale e Rusisë. Dhe në dy raste kemi që e vërtetojnë këtë që po të them unë. E para punës operacioni special në Gjeorgji dhe e dyta operacioni special në Ukrainë. Të dyja janë konflikte që lindin në saj të dëshirës së këtyre vendeve për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian para se të bëhen pjesë e NATO-s. Akoma dhe përpara se të bëhen pjesë e NATO-s. Sepse është një entitet i cili nuk ka një fuqi qendrore, i cili punon me shtete kliente dhe nuk ka aspirata gjeopolitike dhe interese gjeopolitik të cilat mund të përthyen. Pra, nëse Rusia sot futet në një marrëdhënie të mirë me Kinën dhe prishet fjala vjen me një vend tjetër, Bashkimi Evropian ti po futet nuk kemë se me kë prishesh, përveç se po dole jashtë Bashkimit Evropian dhe për këtë arsye Rusia dhe për te kësaj është alternativë Bashkimi Evropian. Është alternativë e qëndrueshme, e cila është edhe benigje sepse nuk ka aspirata gjeopolitike dhe aspirata kontrolli. Zoti ta fani se prandaj e hodha këtë tezën e asaj që thotë Putin nga operacioni special tek lufta frontale. Dhe shpesh
diskutohet që Europa është e papërgatitur për të përballur sot me Rusinë, prandaj ka një plan me 800 miliard e tjera blerje nëndetësesh sisteme shkundërajrore në Gjermani kishim Arrow treshin, Britania ka porositur 12 nëndetëse, pra kemi një militarizim, le të themi, për sa i përket Europës në rastin konkret. Në një përballje të mundshme, fjala vjen Rusi-Europë. Kush mendon se aktualisht në një përplasje sot që flasim, nuk po them pas 10 vjetëve kur paret bëhen gati. Aktualisht, për sa i përket realitetit ushtarak të secilës palë, si mendon cili mund të jetë projeksioni një lufte të tillë? Në drejtim të sasisë totale të njerëzve dhe të armatimeve, Europa është përpara. Pra, në total Europa, duke futur dhe Britani, si në numër tankesh, si në numër avionësh, si në numër, po themi, njerëzish, ka më shumë se sa Rusia. Problemi është tek disa faktorë. E para punës njerë, Europa nuk ka ato që quhen rezerva strategjike më mbrapa. Pra, ti mund të kesh shumë avion, po duhet të kesh dhe shumë avion rezervë, sepse avionët konsumohen, domethënë. Ti mund të kesh shumë tanke, po duhet të kesh dhe tanke rezervë. Ti mund të kesh shumë gryka artillerie, po duhet të kesh dhe gryka artillerie rezervë dhe depo municionesh. Këto gjëra Evropës i mungojnë. Evropa nuk ka investuar, po themi në drejtim të mbrojtjes, e ka ulur, për shembull, GDP-ja dikur në Gjermania perëndimore diku e kishte 3.5% të GDP-s ja kushtonte në vitet 80 ja kushtonte mbrojtjes. Pastaj pas bashkimit të Gjermanisë, atë kur u tha që erdhi fundi botës, nuk ka më luftra, vajte në 1% të GDP-s. Dhe hoqi shërbimin e detyrueshëm ushtarak etj. Pra, ndërga dal ka ndodhur ajo që është heqja dorë nga shpenzimet ushtarake në Evropën perëndimore. Për sa i përket teknologjisë ushtarake, Evropa është mirë si në drejtim të aviacionit, avionët ushtarak europian, Gripen apo Mirage e tjerë janë si ata rus, apo edhe më të mirë, sepse kanë dhe koordinim, kanë tjera gjëra, do të thënë përsa i përket software-it dhe materialeve teknologjisë i përdoren. Tanket e kemi parë në fushën e betejës, tanket Leopard, apo tanket Abrams, apo Challenger, e tjerë, janë më të mirë se sa tanket rus. Artilleria e kemi parë që është më e mirë se artilleria ruse. Sistemet e goditjes me raketa, ATACMS, HIMARS e këto tjerët janë më të mirë se sa sistemet ruse. Pra, në çdo drejtim nivel teknologjik, Evropa është më lart. ATACMS, çfarë është ATACMS? Tamam. Është raketë balistike. Jo, janë deri me artilleri me rezet gjatë, në kuptimin që godet në një distancë e cila nuk kapet dot me artillerinë normale, domethënë. Pra, ideja e këtyre sistemeve ATACMS është për të goditur në 150 ose 200 ose 300 km larg, domethënë, në thellësi. Pra, janë sisteme si puna HIMARS, pak a shumë. Jo, dakor. Dhe ideja është që unë pak a shumë e kam të qartë, po puna është që ata që po na gjejnë ta kenë qartë. Ideja është që në drejtim të sistemeve Evropa është më mirë si cilësi, si po themi çfarë lloj gjë, performancë e tjerë. Problemi është tek thellësia, pra sa rezerva strategjike ke, sepse ti vërtet mund të kesh shumë gryka zjarri artillerie. Po nëse ti harxhon 100.000 predha në ditë, po themi për një muaj ti harxhon 3 milion predha. Të duhen edhe 3 milion tjera që ti kesh në gjendje magazin fillim të muajit tjetër. Pra, ideja e thellësisë e qartë. Asaj e Evropës i mungon. Evropa ka sistemet e veta të, po themi, po ka Evropën pa Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo, sistemet antiraketore për shkak. Sistemet antiraketore, Evropa ka 2 sistemet veta, njëri është Iris-T-ja, e cila është prodhohet në Gjermania, dhe tjetri është SAMP-T-ja, që prodhohet në Franca dhe Italia. Janë ekuivalentet Patriotit. Pra janë sisteme të mbrojtjes kundërorë të ngjashme me Patriotin. Ka dhe sisteme të tjera që, për shembull, Gjermanët ka një sistem që quhet Gepard. Gepard është si tip tanku, po ta kesh idenë, po është me gryk
me gryka zjarri që qëllojnë me fishek, do të thonë si punë për të një idenë e 2.7 që paga shumë, pra artilleri e cila azisonare ka një radar i cili ka po themi raketën apo po themi dronin dhe e godet duke azisonare. Por gjitha këto Evropa i ka dhe më mirë si cilësi, problemi është i thellësisë. E qartë. Pra nuk ka një sasi të tillë që të përballojë një konflikt për një kohë të gjatë, sepse Rusia ka mundësi që të përballojë një konflikt të gjatë. Po Rusia ka, sepse Rusia ka trashëguar një potencial të jashtëzakonshëm nga ana e Bashkimit Sovjetik me 10.000 tanke, gryka topi e tjerë. Kuptohet janë të vjetër, për shembull ne kemi parë në Ukrainë tanke T-55 që kemi pasur edhe ne në kohën e Enverit tu, ose T-52, domethënë janë T-62 edhe e tjerë, T-64, pra çfarë do lloj versioni që normalisht në perëndim nuk qëndron më. E qartë. Por ata e kanë. Dhe e kanë ruajtur në rezervat e tyre së ri, ndërkohë që Evropa këto i kanë nxjerrë jashtë luftimit. Dhe jo vetëm kaq, por Rusia ka vite që investon në drejtim të teknologjisë ushtarake, edhe për më tepër Rusia ka dhe, po themi, atë që quhet, po themi, ekonomi lufte, që ka 4 vjet që është duke bërë ekonominë e luftës. Po, kjo është e vërtet. Dhe ekonomia e luftës nuk kupton që ti çon gjithë resurset e tua në drejtim të prodhimit ushtarak. Pra, çfarë humb në front, dhe humbjet janë të mëdha, ti i zëvendëson prap, zëvendëson tanket, zëvendëson, po themi, artilleritë, zëvendëson dronët e tjerë. Pra, në këtë drejtim Rusia ka kaluar në ekonomi lufte, ndërkohë që Evropa është duke u futur në një ekonomi për të përgatitur për luftë. Po jo se është në ekonomi lufte. Pra në një avantazhi, në një rrezik potencial të një avantazhi që kanë rusët në këtë rast është që rusët janë përgatitur. Sot janë vetëm 2 ushtri në botë që janë më të aftat në një luftë moderne, është ushtria ruse dhe e ukrainase. Sepse ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë doktrina ushtarake. Doktrina ushtarake që ka pasur dhe Evropa, po edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, është bazuar kryesisht në një veprim të kombinuar forca toksore aerore, por që bazohesh në doktrinën e luftës dytë botërore. Ndërkohë që tani me futjen e dronëve ka kaluar, është i kaluar kjo gjë. Nuk mund të bësh më mësymje masive, sepse asgjësohesh për një herë. Mësymjet tani që po shikohen janë me grupe të vogla, me infiltrime, me grupe të vogla të shpërndara për të shmangur dronët. Dhe në këtë drejtim, Evropa është mbrapa, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë mbrapa, dhe më përpara janë Rusia dhe Ukraina. Edhe Shtetet Bashkuara janë mbrapa, që gjithë janë mbrapa në këtë drejtim, sepse nuk kanë eksperiencën e terrenit. Dhe kjo e bën që ushtria ruse të jetë më avantazhuar në një luftë, po themi, për shkak të eksperiencës që ka fituar në frontin e Ukrainës. Dhe në mënyrën taktikat, teknikën që të përdoret gjitha, janë diçka e cila Evropa nuk është e përgatitur. Evropa vërtet ka tanke më të mira, por nuk di se si ta përdori atë tank në fushë betejës, sepse ai tank për shembull azisohet në dronët, i bin 10, 15, 20 dronë për të azisuar një tank, dhe ne kemi parë në Ukrainë çfarë ndodh. Pra, nuk shikojmë më tanke. Dhe ukrainasit vet ankoheshin dhe thoshin, ushtarët tanë që ne e çojmë për të trajnuar në Evropën perëndimore, nuk trajnohen ashtu siç duhet, sepse doktrina ushtarake e luftës e Evropës është doktrinë e vjetruar tashmë. Dhe kjo e bën që vërtet që ti mund të jesh superior, por në krahu tjetër ai ka avantazhin e eksperiencës. Dhe këtu vjen roli i Ukrainës. Për sa kohë që rusët janë të angazhuar në Ukrainë, ata ushtar me eksperiencë nga fronti i Ukrainës nuk mund të shkojnë në Balltik. Prandaj Evropa përpiqet tani që Ukraina të mos falimentojë, mos kapitullojë si shtet. Po që të qëndroj aty për të mbajtur të angazhuar 1 milion, 1.5 milion ushtarë rusë, derisa Evropa të bëhet, dhe Evropa mund të bëhet gati 2027-2028. Prandaj po investohet shumë. Po ndërkohë ka prezantuar edhe një plan sigurie klet me 6, le të themi, çështje kryesore, 6 pika kryesore. Ushtri të Ukrainës deri në 800.000 trupa për të, le të themi, si deterrencë për agresionin, një forcë multinacionale në Ukrainë të udhëhequr nga Europa, të ndërtuar nga koalicioni i atyre i vullnetmirëve,
një mekanizëm për armë pushim të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ato që konsiderohen garanci sigurie për Ukrainën, edhe për Ukrainën, dhe në rast se këto garanci siguri, në rast se nesër Ukraina preket, do ketë le të themi, një reagim të menjëhershëm edhe të vendeve europiane, investimet pastaj për rindërtimin e Ukrainës dhe mbështetje për futjen e Ukrainës në Bashkimin Evropian. Ajo që të bën përshtypje është që territoret, sikur për territoret është në raport me planin ose me pikat europiane, ajo që të binë syrë që nuk i qëtë dorë nga çështja e integrimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Po, ajo është support. Dhe Ukraina do të integrohet në Bashkimin Evropian, ndofta ky do të jetë lëshim me territore në rast se do të mbahen pushtuara nga Rusia, në rast se nuk do të zgjidhet konflikti. Ideja është që sido që të jetë ka një lloj ndjeshmërie për atë që fundit Rusia është regjimi Putinit. Dhe njëherë që mund të bie regjimi Putinit, atëherë ndofta problemet e mëdha si Ukraina etj. Mund të shkojnë drejt një momenti zgjidhjet. Mos harrojmë që ato që u përmenda pakun përpara, qoftë konflikti në Gjeorgji, qoftë në Ukrainë, qoftë të gjitha sipërmarrjet që ka pasur Rusia në Siri apo dhe në zonat të tjera të Afrikës, kanë qenë sipërmarrje ushtarake, të cilat kanë një emër. Është emri Vladimir Putinit. Dhe në momenti që regjimi mënyra si e shtron thua se Putini është simptom e Rusisë. Në fakt ka shumë komentatorë që thonë Putini përfaqëson dobësitë e mëdha të Europës. Jo, nuk do ta shifja kështu. Nëse do ta marrësh nga një pikpamje historike, Rusia e 100 e ca vjetëve të fundit është përballë me kriza të shumta, të cilat janë lidh me jo me regjimin vetvete, po me kokën e regjimit, dhe me regjim kam parasysh regjime demokratike autoritare nuk ka shumë rëndësi. Por në rastin e një regjimi autoritar, natyrisht identifikimi i regjimit me vendin është shumë herë më i plot, edhe me misionin që merr përsipër vendi. Misioni që merr përsipër vendi është misioni i atij që drejton regjimin, siç është rasti konkret Putini jo që kur ka ardhur në pushtet, sepse kjo nuk mund të thuhet, po me kalimin e kohës, me përmirësimin e pozicionit ekonomik dhe ushtarak ekonomik të Rusisë, por edhe ushtarak, dhe me përmirësimin e pozicionit të brendshëm, sepse Rusia, ç'është e vërtetë, ka një rritje të rëndësishme ekonomike në gjatë këtyre viteve, që është përkthyer edhe në nivel jetese kështu me radhë. Regjimi ka vënë vetes si detyrë që të rikrijojë ambientin e ish-bashkimit sovjetik. Dhe pika më e rëndësishme e këtij ambienti, ose pika më të rëndësishme që regjimi nuk kontrollon, ka qenë Ukraina. Regjimi praktikisht përveç në Europë ka humbur të gjitha vendet përveç Ukrainës, edhe vendeve balltike. Këtë luftë nuk e nisa unë, thot Putini. Putini thotë. Këtë e thotë edhe Trumpi. Jo, këtë luftë e nisi. Jo, këtë e thotë edhe Trumpi dhe Putini. Jo, ideja është këtu. Sa i përket vendeve të aziatike, ka pas një lloj si thosh pranueshmërie nga ana edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që Rusia mund të ketë një lloj kontrolli nominal. Kjo edhe për shkak të krizës së 11 shtatorit, rritjes së presionit të fundamentalizmit islamik, nga të cilat disa nga republikat e Azisë Qendrore kanë qenë të prekura. Edhe për shkak të raporteve ekonomike, edhe për shkak sepse ndofta Rusia ka qenë një vend i cili mund të kontrollonte ose mund të kishte një lloj kontrolli nominal më të fortë, edhe ishte më i dëshirueshëm se sa Kina. Po ta marrim nga kjo lloj pikpamje. Sa i përket Evropës, çështja e vendeve europiane të ish-bashkimit sovjetik ka qenë gjithmonë çështje diskutimi, qoftë për në raportet mes Europës, Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Rusisë, qoftë edhe për shkak të natyrës së brendshme dhe problemeve shoqërore që kanë pas këto vende. Këtu fus Gjeorgjin. Gjitha revolucionet me ngjyra, revolucionet portokallie etj që kanë ndodhur në Europë, në Evropën lindore në vitin 2004 etj. Ka pas një perspektivë të qartë dhe dëshirë të këtyre vendeve për të futur në Bashkimin Evropian, edhe në NATO, sidomos të vendeve balltike. Për NATO ka reaguar dhe sidomos të vendeve balltike, po
Unë nuk mund ta imagjinoj dot që një vend që 3 vende si puna vendeve balltike, të cilat e fituan pavarësinë nga